Daja është nisur në punë, si gjithmonë, në 5:30, në orarin e ditë punës, si normalisht. Përderisa kanë parë gjendjen dhe situatën, edhe familja ka tentuar të ndaloj që mos shkoj, megjithatë ka qenë njëri shumë i mirë, shumë i përpikt në punë, është nisur si gjithmonë. Deri në momentin që ai mbaron punën në 10:30, normalisht nuk kemi ndjerë asnjë shqetësim. Shqetësimin e vazhdojmë mbasi nuk u paraqit në shtëpi. Sepse normalisht ishte dhe situata e tillë. Pritëm pak orë, shumë pak orë, dhe filluam kërkimet, ne si familje. Për shkak të situatës, sepse po të ishte një ditë normale, nuk do nisim asnjë kërkim. Pastaj e pam që nuk po na vinte dhe vajtëm bëm denoncim në polici. Fatkeqësisht janë koha që duhet presim 24 orë për të marrë denoncime. Kemi filluar direkt kërkimet vetë dhe kemi parë nga kamerat e vendit të paktën afër shtëpisë që deri në orën 8:25 ai ka qenë duke punuar tek mbikalimi i parë i këmbësorëve kur vjen në aksin Plepa Durrës. Pastaj ai që aty nuk është parë më.